Tensionit mes Washingtonit dhe Teheranit po rriten sërish teksa administrata amerikane po shton presionin diplomatik dhe ushtarak ndaj Iranit për të shtyrë drejt një marrëveshje të re. Shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar se do të ishte e mençur që Irani të pranojë një akord me Shtetet e Bashkuara, ndërsa presioni i Donald Trump ka aluduar hapur në mundësinë e ndërhyrjes ushtarake nëse negociatat dështojnë. Deklarata u bë nga zëdhënësja Caroline Leavitt, e cila theksoi se administrata amerikane e konsideron marrëveshjen si rrugën më të sigurt për të shmangur përshkallëzimin, ndërkohë dy palët kanë rinisur bisedime indirekte të ndërmjetësuara nga Omani në përpjekje për të rikthyer dialogun pas muajsh tensione dhe kërcënimesh reciproke. Raportet tregojnë se përpjekjet e mëparshme për negociata u ndërpren pas sulmeve të befasishme të kryera nga Izraeli kundër objektivave iranian qershorin e vitit të kaluar, që çuan në një konflikt të shkurtër 12 ditor. Gjatë kësaj periudhe dhe forcat amerikane ndërmorën bombardime ndaj disa qendrave bërthamore iraniane, duke përkeqësuar ndjeshëm situatën e sigurisë në rajon. Në një postim në Truth Social, Trump sugjeroi se SBA-ja mund të ndërmarrë sulme të reja ndërsa ka dislokuar forcë shtesë ushtarake në lindjen e mesme. Ai paralajmëroi gjithashtu Mbretërisë së Bashkuar që të mos heqë dorë nga sovraniteti mbi ishujt Chagos, duke theksuar se baza ajrore në Diego Garcia mund të përdoret për operacione të mundshme ushtarake kundër Iranit. Ndërkohë, mediat amerikane CNN dhe CBC News raportojnë se ushtria amerikane mund të jetë gati për të nisur sulme që nga kjo fundjavë, edhe pse vendimi përfundimtar ende nuk është marrë nga presidenti. Zhvillimet e fundit shtojnë pasigurinë në një rajon tashmë të brisht ku e çon veprimin ushtarak mund të ketë pasoja të gjëra për stabilitet dhe sigurinë ndërkombëtare. Diplomatët shpresojnë se kanalet e hapura të komunikimit do të shmangin një përplasje të drejtë për drejtë.